Dashur miq, kam kënaqësinë dhe pashtu nderin që me mua në studio të kem profesori Sali Musaj, piktorin ton të mirënjohur. Mirëmëngjesi, profesor, dhe mirë se na erdhët në studion ton. Mirëmëngjesi, mirë su gjeta. Falenderoj për ftesën. Dhe e kemi parasysh, nga se keni një problem të vogël paksa me fytin, pas një ftohje, për cilën e kaluam të gjithë, po them. Besoj që mund jemi qartë, me gjitha të. Patjetër. Profesor, kam kënaqësinë që këtë mëngjes t'ju kem në studio dhe dje në Galerinë e Artit në Peshë hap dhe ekspozita retrospektiv për shënimin e 75 vjetorit të lindjes, 55 vjetorin e krimtarisë, si dhe 45 vjetorin e ciklit të famshëm Profilet Dardane. Si kaluat, mbrëm? Si ishte, mbrëm? Po ishte mirë, më thonë të drejtën, nuk e kom besu që do të kaluaj më që mirë. Patën hapje shumë ardashës edhe patë shumë kolegë që e njojnë punën të ime dhe mu personalisht, kështu që u kriju një atmosferë shumë e këndshme. është fjalla për një ekspozit retrospektive, si që përmend, edhe aty janë përfshi punime prej viteve 80-ta, deri me ditët e sot, me kështu në kontinuitet, është përfaqësu një zhvillimi imi krijues prej aty në viteve. Më thonë, është fjalla për Profilet Dardane. Ja, dal nga dalë dhe po e shfletojmë. Kemi të përmbledhura të gjitha këto që janë prezentuar, sigurisht mbrëm, dhe disa nga kaloj tek... Por, profesor, të nisim nga fillimi. Piktura. Po, njëra në anën e djathtë t'jujen, është një pikturë që është e punuar viteve 80-81. Edhe kjo është një pikturë kur unë kam qenë edhe në magjistraturë në Beograd. Më thonë, këtu i kanë fillet Profilet Dardane. Vazhdo lutje me fotografi. Sa dhe një profesor Gjisej, sa punime ishin të prezentuara? Aty janë prezentuar 35 punime. 35 punime. Gjitha këto. Por, pse pikërisht, profesor, ndalet më shumë tek Profilet Dardanet? Cila është veçantia e punës në këtë profil? Po, veçantia e kësaj është se unë qysh se i ri, i kom pa shumë qka në gjanë me kombin tonë, edhe nuk kom mojt me qenë indiferent, ndaj asaj që për një kohë kemi qenë popull i mohuar, me gjitha drejtat e mundshme. Edhe ajo më ka pegu shumë. Kështu që e kom filluar rrugtimin tim me ndryqunit kaluar, e cila është më shef, edhe nuk është paraqit drejt për neve, që edhe ne kemi qenë të manipulum në format ndryshme që nuk kemi ditë për vetë vetën. Kjo ka qenë piknisja ime, që t'i gjurmoj themelet të kaluarës tonë në krimtarin time, edhe ajo më ka thonë gjithmonë kur ajo gjithë një ma shumë, edhe i kom pa rezultatet, pse në më thonë, e kaluar e jona ka qenë e për e bujshme, edhe një histori që e thot Duron, një filozof dhe një historian franqez, tash e thot se historia shqiptarve, vërtet, civilizimi shqiptar ka qenë para historisë, para fillimit e shkrimit historisë. E këto po dalin dita për ditë që janë të vërteta. Edhe unë jam shumë krenar, sepse merrna me këtë temë, po jam edhe shumë krenar pse i takoj këtij kombi. Profesor, diçka që sa unë po mund të vërej me këtë syrin tim, si ta quaj? Nuk them që jam njohëse shumë mire e artit, duhet dim shumë për të kuptu mire dhe artin, por sado që historia jonë ishte e dhimbshme, e zymt, në punimet e juaja ka shumë ngjyra. Po, shqyqoni, realiteti është se... Kjo është ajo çfarë keni dashur të shihni. është ndjenja, nëse dallon piktura pe pikture, mirë po, kryesisht përfaqësoj gurin. Po dhe guri din me qenë me ngjyra.
Po kjo më bëri përshtypje. Kjo është interesante. Guri i Kosovës është me ngjyrat lloj-llojshme. Edhe është toka jonë është shumë e pasur edhe me minerale, edhe me gur, domethënë është ndoshta edhe toka dallon prej viseve tjera. Ja. Ne si artistë ato i shohim. Edhe i veçojmë, domethënë. Njeriu i thjesht nuk mund t'i dallojë, por artistat i nxjerrin vlerat. Ja dhe këtu, tamam gur. Po kjo profesor, këtu çfarë keni paraqitur? Çfarë mund shohim këtu janë ta quaj krushit e ngrirë. Njerit gur dhe fytyra. Njerëz prej guri. Njerëz nga guri. Njerëz prej guri. Domethënë simbolik me njeriu prej guri, i cili ta them edhe nga miti popullor që thotë njeriu është më i fortë. Më i fortë se guri, po. Se njeriu ynë ka përritur shumë çka që vërtet gjitha i ka përballuar dhe del se njeriu ynë ka qenë më i fortë se guri. Dhe kjo është mirë po, tash në këtë situatë, njerëzit e mi prej guri janë edhe me plisat bardhë. Ja. Domethënë janë me plisat bardhë, unë për atë pse guri janë shqiptar. Dhe kjo sa mund ta vërej? Po. Sigurisht që televizionistët e kanë goxha të qartë. Është një realitet që ne një farë forme kemi mohu. Po ashtu dhe këtu? Ndoshta edhe më. Por është një realitet yni që është tepër me interes edhe është vlera jona kombëtare që nuk e vlen të mohohet, por të ndriçohet, të trajtohet me më shumë kënaqësi. Nëse profesor po më do më flet për flet të shfletoj dhe të mos më humbasin ndonjë nga pikturat të cilat janë prezantuar dhe mbrëm dhe që televizionistët nuk kanë patur mundësinë të jenë mbrëm, kështu që të shohin përmes kësaj interviste. Në vazhdim kemi edhe 2 piktura të tjera. Po, edhe këto është njëra prej egzodit, fillimi i egzodit. Unë kam një cikël të jashtëzakonshëm për egzodin, edhe për egzodin e fundit në Kosovë që kanë gjohë. Nuk është i ekspozuar, mirë, po këto është një prej pikturave kur fillon paraqitja e egzodit tek unë. Domethënë shifen pse njerëzit kanë depërtuar prej Kosovës, kanë në përmale, në për si ishte ajo kohë. Pa përshtatshme kanë kaluar malin e zi. Profesor, ndoshta ajo të gjithat i shpalosën para opinionit, por ti kthemi pak fillimit të punës suaj. Çfarë ju frymëzoi që ti rrekeshit pikturës? Ajo është një ndjenjë veçantë, ka qenë qysh si fëmijë, unë kam pas një pasion të vizatoj dhe atë punë, atë talentimin e ka hetu mësuesi asaj kohe. Edhe prej atër unë me vizatimin, me pikturën e kom pas edhe kënaqësinë. Kënaqësia e cila ka qenë permanente për mu, edhe duke pikturuar, duke vizatuar, gjithmonë kam qenë i mbushur me energji pozitive. Kjo më ka sjellë gjithmonë kënaqësi edhe asnjëherë nuk e kam ndonjë monotoni ose ndonjë lodhje në këtë drejtim. Për ata dhe kam shumë rezultate në kuptimin, themi, edhe ndër vite edhe në pikpamje numrit veprave, kam shumë vepra. Ne në ndërkohë jam duke shfaqur edhe disa nga punimet e juaja, profesor. Po. Televizionistët, ja. Po nga hapja, po. Të jashtëzakonshme, profesor. Po, kur jemi tek stili juaj, profesor? Po, është interesant se rreth stilit, rreth asaj që për shembull të themi do shkrim krijues. Me punë fitohet ajo më shumë dhe më miri. Unë kam qenë ndër ata që fillimisht e kam respektu botën time të mbrëmshme. Bota ime e mbrëmshme, si kur çdo krijuesi tjetër, dallon prej të tjerëve, mu për atë pse si çdo njeri që dallon, edhe bota e mbrëmshme është tepër e veçantë krahasim. Edhe mirë po e kam pas edhe guximin ta zbërthej atë. Kjo ka sjellë edhe veçantinë time. Se nuk kam qenë i bazuar asnjëherë çka mendojnë tjerët për mu, ose çka kanë punu të tjerët. Ajo ka ardhur për mu gjithmonë si përvojë, respekt për të gjithë, por unë e kam respektuar vetë.
Këtë desha të them. Kur respekton botën tënde të brendshme, atëherë bie që respekton veten tënde. Kur respekton veten, din të respektosh dhe të tjerët. Ajo, edhe ajo ka dalë veçantë. Plotësisht mua për atë pse gjithmonë jo marr me vetveten, me botën time. Edhe ciklet e mia, unë kam më shumë se 22-3 cikle. Që secili cikël ka numër shumë të madh veprave. Nuk kanë pyetje një ekspozit. Po hala ma shumë se një ekspozit. Sa është numri gjithsej, profesor, nëse... Urna? Sa është numri gjithsej punimeve? Unë e ka muzeun në Strelës. Keni ndëgju, ndoshta. Po si s'kemi ndëgju, po për teleshikuesit, ka se keni punime. Mrenda mureve të muzeut, unë i kam ma shumë se 12.000 vepra. 12.000 vepra vetëm? Teknika, dimenzione të lloj-llojshme. Më thonë, është krejt krimtaria ime në kuptimin general e përfshirë. Edhe pse jashtë mureve, prej se punoj unë kam shumë vepra jashtë. Unë kam qenë Kroaci një kohë, kam punu atje, kam pas shitje, kam shumë punime në përbot, kanë qenë të ekspozuara, edhe kanë qenë të shitura. Do më thonë, numër shumë i madhë, që është jashtë mureve të muzeut. Por muzeu në fshatë, themi, disi është janë ashkallum në kuptimin e jo të informimit sa një farë neglizhence e shof që njerëzve nuk u intereson shumë se ekziston një muze aty. Mos flasim edhe nga Ministria e Kulturës, pa marrë parasysh cila parti, edhe ajo që ishte edhe kjo që është se kanë qenë të informum. Parlëm politikën anash. Artistët nuk njohin politikë. Po, kanë qenë të informum, po nuk vinës, as nuk e më kanë ftu, edhe pse kam bo kërkes më taku me ta. E shumë e mjera, jo, kuptan. Dhe më thonë, është, të themi, muzeu i parë, që është në Kosovë, që një kriju sa është gjallë, ose të themi i dytë, pa marë parasysh, po numri i veprave që është mrena është nga Kureshtja ja vlen të vizitohet, jo vetëm nga ana profesionale. Nëse Dhe shërben dhe kjo intervistë një thirrje për gjithë ata që janë duke na ndëgju dhe duke na shiku, ku mund të gjejnë, nga se unë e di saktësisht se ku ndodhet ai. Po, nëse ai që është interesuar me vizitu muzeun tim, çdo kohë mundet me marrë kontakt me mua dhe përmes telefonit ose kushdo qoftë tjetër i tregon ku gjendet muzeu. Kish me qenë kënaqësi për shembull që pak a shumë ta kemi një përkrahje morale, jo vetëm atë materiale që se kem pas kur. Profesor, po cilat janë temat që përpiqeni në një farë forme ti eksploroni, përmendëm më herët atë kohën e Dardanisë, por në përgjithësi në kuadrat profileve Dardane, Dardania, Kosova, nën toka, i toka, nën qili, krejt ajo që kam rrethon mu, është shumë provokative për mu. Në Kosovën tonë kemi, po edhe në gjitha troje shqiptare, kemi pejsazhe të jashtëzakonshme. Edhe ajo është, dhe më thonë, pjesë e jetës ime që gjithmonë ka ndiku të unë edhe në krimtarinë time gjithmonë është reflektu si në pikpamjet koloritit, ashtu edhe në pikpamjet forma. Unë edhe gurët i shofë si madhështorë. Edhe gurët e ne ka një histori, se cili guri e ka historinë e vetë. Se cili guri o derë gjaku, për liri, o derë, dhe më thonë, edhe djerësa edhe shumë që kanë gjarët ati guri që ose ndo njëherë teknologjia do ditë asë bërthej gurin me tregu që kanë gjarë, atëherë më të vërtet kishë me qenë të për interesant. E kjo që unë e përpishna për mes artit, për mes ngjyrave, japi kuptim asaj krejt edhe delë se duke gjithmonë interesant. Këto vujtje, mohimi i kombit shqiptar, si komb që ka qenë, pa drejtësi shumë e madhe. Kjo më ka provoku gjithmonë. Edhe gjithmonë, une kam qenë qysh si ri informuar, që na nuk jemi ata që flitej. Nuk jemi ata njerëz të nënçmuar që kemi qenë. Po, tek ne ka pas, gjithmonë historia ka ekzistu,
edhe ka pas dignitet njerëzor, ka pas burrëri, ka pas trimni, ka pas guxim të populli. Besoj që kemi dëshmu. Ka pas vlera të jashtëzakonshme morale, ka pas vlera besë. Gjitha kanë qenë vlera të jashtëzakonshme në krahasim me popujt tjerë. Mirë po në kuptimin estet. Vlerat njeriut tonë, vesha kombëtare, e bardha, ngjyra e bardhë, tepër pedante, cili është ai popull që e ma ngjyrën e bardhë si shqiptarët, s'ka shans. Edhe plisi i bardhë, edhe këmisha, edhe veshja, do më thonë, komplet, kanë qenë të bardha. Do më thonë, njeriu ynë ka qenë pedant, nuk ka qenë ai njeriu i përlyt, por gjithmonë ka pas krenari për Dërsa të tjerët janë munduar të na përlyejnë. Po ka pas gjithmonë përpjekje, po me gjithat e njeriu ynë nuk ja kanë kushte edhe primitive ka qenë i veshur në bardhë, ka qenë shumë i pastër, shumë. Dhe më thonë, ajo ka ndiku edhe në përgatitjen psiqike edhe shpirtërore të njeriu. Se kur e ka pamjen e pastër, atër edhe shpirtërisht del që është shumë i sinqert, edhe shumë dinjitos. Sa mund të kuptoj, thot, në tërë punën tuaj dhe tërë puna juaj ka të bëjë me historinë tonë, në një farë forme. Po, mund të reflektohet edhe në pikpamje historike, unë e bashkëpunoj edhe me historian. Po, me shumë vëmendje i përcjelli historian, sidomos ku në fundet që kemi informata të jashtëzakonshme për çështjen kombëtare, për historinë tonë. Se na ma herët nuk kemi ditë për Pellast, kush janë Pellast. Kemi ditë shumë pak për Ilirt edhe për Dardant. Mirë po tash po del se Pellast e kanë bulu ose kanë qenë popullata e parë në Evropë. Më thonë, historikisht po del se na jemi edhe me gjuhë edhe me qenjen fizike kemi të partën trojet evropiane. Nga ne fillojnë nga gjuha shqipe, fillojnë edhe me lojnë edhe gjuhë tjera. Dhe më thonë, përmes gjuhë shqipe, zbarthejnë gjitha gjuhët evropiane dhe botërore. Kjo është shumë madhështore. Kjo është mohu. Kjo është jetërsu për i kombëve tjera. Edhe si e tilë, dhe më thonë, si mohim, si kanë pjestu vlerat tona. Shtetet që është janë formu, shtetet fëqi. I kanë pjestu vlerat tona, i kanë marë për veti. Dhe më thonë, ne na kanë shkri komplet çështjen kombëtare, vlerat kombëtare, duke i marë kombe tjera, që gjitha dalin që kanë qenë Pellazke, Ilire, Dardane, kështu me radhë. Një ditë besoj se shumë është ka punohen këtë drejtim, ka shumë edhe teknologjia po ndihmon me hyrje edhe në për arkive botërore. Kjo është tepër me interes. Unë çuditem edhe shumë konvërretje edhe për intelektualt e nivelit më të lartë, edhe historiantë, edhe gjuhëtarët, edhe që nuk merren me këtë çështje drejt me pas simpoziume, qofshin ato vjetore apo marrall, por nivel ndërkombëtar mu sensibilizu çështja e shqiptarëve. Derisa shkencëtarët edhe historiantë e huaj, edhe ndërsheku i kanë folë për çështjen shqiptare, japin fakte shumë konkrete. Kush jemi ne? Ne jemi në heshtje dhe nuk deklarohem se ndoshta dikur kemi deklaruar se jemi dikush tjetër. Më thonë, mohojmë vetveten. Gjithë nuk jemi në gjendje mi dalë përballë një të vërtetë e cila është shumë madhështore, shumë për krenari është. Ju këtë mundoheni që përmes punës suaj ta paraqitni e ta prezantoni. Përmes pikturës, do të thonë, kontributi im nuk është nga historia, por historia më ka ndihmuar mua që unë vetëdijsohem në këtë drejtim, edhe ta njoh vetveten hala më shumë. Kombinim. Profesor, çfarë jeni duke punuar tani? Jeni duke punuar diçka? Po, në kontinuitet, në vazhdimsi, vazhdoj me profile Dardane. Mbetin jeni tek profile Dardane. Do të thonë, unë jam shumë i pasur me imagjinat, edhe asnjëherë nuk kam ngecje. Kam ma shumë skica e ide për realizim se sa kohë për të realizuar. Më thonë, koha gjithmonë mungon për me qenë nivel të asaj çka kam ndërmend të punoj. Kërkoni shumë nga vetja juaj. Nani? Kërkoni shumë nga vetja juaj. Unë kërkoj shumë, po kam shumë obligime. Kam shumë obligime,
edhe është një vërtet që unë gjatë punës ime ndi një kënaqësi të jashtëzakonshme. Edhe kur e kryj një punim, një vepër, gjithë një mendoj tjetër që kishë me ardhë. Hala ma e mirë sa. Ende pa përfundu kjo, cilë një duke e punu. Do më thonë jetoj edhe me vlerat që kanë marrë nga vepra tjetër. Kështu që nëse është çështje personale, po sigurisht edhe krijues tjerë kanë të njëjtën ide, njëjtën ndjenjë. Është mrekullia e mrekullive, është këtë rast që unë kuadrat veprave që i krijoj nuk e humbi kohën, as nuk e marr detyrimisht, por e marr gjithmonë me kënaqësi. Dhe për atë keni sukses, dhe keni pas sukses. E aty është rezultati. Edhe problemi tjetër që ka qenë gjithmonë, që më ka përcjellë mu, që në veprat e artit nuk kam qenë i lidhur me tregun. Kuptimin nuk mendoj a shitet apo nuk shitet. Asnjëherë. Veprën e krijoj për shpirtin tim, do më thonë ajo me qenë e mirë, i plotësu gjitha kushtet, do më thonë edhe pikpamje estete, me qenë krejtë nivel, atëre jam i kënaqur me të. Edhe besoni kur edhe shes në një vepër më dhimbet shumë. Se është pjesë e shpirtit tim. Krijuar nga ju. Nga unë. Krimi juaj. Ajo, ju thonë të drejtën e manë shpirtnisht shumë. Shumë krijon të unë disponim pozitiv edhe jam gjithmonë mendoj që ku të kisha qenë edhe një herë i ri, prap kisha me vazhdu me profesionin që. Po ju ende jeni duke vazhdu, profesor? Po ende, unë jam ende profitabil edhe pse në pension tash, por... Është koha më e mira që të krijoni ndoshta edhe më shumë? Koha më shumë, po fakt është. Mirë, po nejse me gjithatë 75 vite nuk jënë pak, po shkruan këtu. Ju përgëzoj, profesor, dhe ju uroj dhe shumë vitet e tjera, dhe shumë dhe punimet e tjera presim, dhe pas kësaj me njerë do ju pyes se kur do tjetë e radhës ekspozita. Po shqyqoni tash unë mendoj për fillim, nuk i kam ma ato vite që kam kalu e kam shku në për botë, në për Evropë. Se është një kohë që kanë ndryshu komplet teknologjia që mu tash për me shku në Evropë, unë du të me pas një parcels, një përkthejus ose në gjajshëm. Edhe teknologjia tash kjo e reja për mes internetit, prap të ne si generat që aloj në drejtim. Edhe du me thonë se është e komplikuar paka shumë për mu. Javlen, nëse diku interesant për mu, unë e ka muzeun tim personal. Gjitha ta që e donë pikturën time, e donë Kosovën, e donë Shqiptarin, kanë mundësi me pa muzeun tim në çdo kohë. Edhe krimtarin time nga vitet e 70-ta, gjerë më sot, dhe më thonë, kontinuitet shifet puna rrjedha e punësime, vlerat e mija që i kom kriju. Po, si po i duket arti gjatë ditëve të sotme? është, si me thonë, është nëse arti nuk ka dimenzionet kufizume në kuptimin asaj se me të njëjtat vlera duhet me vazhdu. E mira arti që nuk ka tavan, nuk ka kufizime as horizontale, as vertikale, por zhvillohet si pas individve, si pas krijuesve, format të ndryshme. Është më rëndësi, unë mendoj se vlera që krijohet duhet mi qëndru kohës. Nëse nuk i qëndron kohës, ajo për mua është vlerë e kufizume, do më thonë i takon një vlerë që është e përkohshme. Ka një jetë të shkurtër, sigurisht. Një jetë të shkurtër. Edhe me ato vlera me të drejtën jo që nuk duhet me egzistu, por nuk mund të plotësohet nevoja jonë si këmbë. Se ne kemi fillu me artin, kemi fillu me vonesë, kemi fillu viteve 60-ta dikun, aty dikun me themelimin e shkollës artit, edhe kanë fillu gjeneratat e para të merren me art. Në Pej? Pej, po flasë po edhe në Kosovë, në përgjithësi. Unë e di kur në Kosovë ka pas piktarë që keni mujtë me i numëron në gishtat dorës. Më thonë, 1, 2, 3, 4, 5, edhe s'ka pas ma shumë. Tash është mrekullia, se në Kosovë një fshat i ka 5-6 piktarë.
Është kënaqësi. është shumë kënaqësi e madhe. Do më thonë, nuk do të thotë se ata janë gjithë krijues. Po megjithatë janë avokat të artit, flasin për artin, informohen njerëzit për tyne, do më thonë që është kënaqësi tepër e veçantë. Edhe pse njeriu ynë nuk ka pas mundësit të shkojnë në për galeri, në për muze, se ka pas asnjërin as tjetër në Kosovë. Unë për me pa një ekspozitë si i ri, kom shku në Beograd, kom shku në Shkup, atër Tirana ka qenë ndalume. Kështu që tash këto mundësi janë edhe në Kosovë. E din se quaj artin, profesorun? Nëse nuk e kam gabim? Arti është shpirti. Arti është shpirti, kënaqësia është jeta. Jeta pa art nuk ka kuptim. Artistat sikur ta udhëheshin shoqërinë, jeta kish me pas kuptim krejt tjetër. Kish me qenë e bukur çdo gjë. Ata që nuk merren vesh me artin, ata janë ma tegër, janë ma ndryshe, unë e mendoj. Pa paragjykime, po megjithatë shpirti i artistit është i fisnikrum. Është mendon pozitivisht gjithmonë. Ajo është mrekullia. Dhe me një shpirt fisnik, si që kishim juve, profesor, po japim fund edhe programit mëngjesit për ditën e sotme, së bashku, duke ju falendëruar shumë që gjetët kohë e na nderuat me ardhjen tënde dhe me pjesëmarrjen tënde në këtë program mëngjesit të ditës së sotme. Unë ju falenderoj për ftesën. Jam shumë mirë njos. Besoj që do të shifem prapë, po juftoj edhe juve të vinin në muzeun tim personal. Gjithsesi, ekipi ynë do t'jetë edhe në muzeun, në atë muze, të mrekullueshëm. Unë e kom pas dokumentar, kom pas në televizionin ton t'juin. E kom pas shumë emisione. E kemi përcjellur punën tuaj, profesor? E di, mirë po, tash, unë një shansë ma komplete, është një diçka e kompletuar që unë shifët. Është më e lehtë për ta pa. Po, është një mire jona, që ato kretë, ato vepra do të metën në Kosovë edhe pse është një fshat me gjithate. Një fshat shumë i bukur. Do të jetë një vend ku mund të vinë njerëz të informohen për artin, që është ndoshta dikur kish me qenë utopi. Profesor, njerë faleminderit shumë që ishit në këtë mëngjes me ne dhe me teleshikuesit. Edhe njerë faleminderit juve për ftesën. Ju përgëzoj për punën. Unë jam në kontinuitetin njekjet programet. Ju faleminderit shumë. Ju jeni pjesë e jetës tonë. Ju faleminderit shumë dhe ju e jona. Faleminderit.